Rënja e popullsisë në Shkodër po arrin në shifra alarmante. Vetëm në 2 vitet e fundit në këtë qark janë regjistruar, sipas të dhënave të censit kombëtar të popullsisë, rreth 5.000 banor më pak. Kjo shifër mbi 3% është ndër më të lartat në vend. Qarku i Shkodrës ka pësuar një rënje të ndjeshme të popullsisë në 2 vitet e fundit, duke humbur afërsisht 5.000 banor sipas të dhënave paraprake të publikuara nga Instat në kuadër të censit kombëtar të popullsisë. Qytetarët shkodrane pohojnë këtë realitet të trisht. Ata thonë se të gjithë fëmijët e tyre janë larguar jashtë vendit, pagat e ulta, mungesa e vendeve të punës dhe pasiguria për të ardhmen janë disa nga arsyet që sipas tyre i shtyjnë të rinj të largohen. Tonë parapisin e familjen. Gjithë i kam jashtë, vetëm komunikoj me ta. S'na vjen mirë, e mira ka kanë mi pas këtu, kena fmit jashtë, kena nipa, mesa, ata jetojnë mirë, shumë mirë, kanë gjetër ati, e s'pranojnë më ardhmas në këtë sistem që jena në këtu. E kanë kuptu se këtu si jetohet. Vetëm për gjendjes ekonomike të dopë që jena, na pensionistat jena karet fundit që po jetojmë në këtë gjendet vështirë shumë. Unë jam sot 71 vjeç, me mulla në rasti, edhe pse jam i smurë, sa kam adora si i ku është që jetoj dikon tjetër, vetëm këtu jam. Keq, djemë të ri që nuk e kryojnë do të familjen këtu, rogat e vogle 500.000 lekë, s'marrin do të as kredi, nuk marrin do të edhe ta dashurojnë një vajzë, prishet dashuria për ekonomin, edhe e keqja madhe ban të lejnë prindrit këtej dhe ti ikin jashtë shtetit. Sa me këto roga që jemi, edhe me këtë jetesë që bëjmë, e vështirë shumë për rinin. Thojmë se s'martor, unë jam pensioniste. Unë kam 2 fëmijë, djalim punon këtu, vajzën e kam në Angli. Edhe ajo për kushtet familjare iku në Angli me klandestin, tash janë bërë me letra, po mbas 15 vjetëve. Tash do me mik dhe djali. Du po pse ik tërë të mirat i kemi me shtëpi, me makinë, nuk ka e shtëpia dhe makina, më tha. Unë du me kriju një familje. Ne na kanë ba dëm shumë. Se na të zëtë moj, as me shku me ne atje, as me ne këtu. Na këna me këtu shkojmë dimnit me këto kondita si ka popullë jonë edhe ma shumë. Pa s'kam dhejku ma. Kënë të një fjallë që atë në bëgja vendi jetë që mos me pa ekonomia në rrallë parë. Kjo është kryesorja. Mos në ipë, të politikat e mrapsta që janë duan këtu. Të i të kanë janë largu, që kanë pasme të mu largu tash. Rënje mbi 3% e popullsisë krahasuar me të dhënat e mëparshme të vitit 2023 përfaqëson kurrjen më të madhe në veri të vendit. Shkodra nuk është e vetmja që po përballet me këtë fenomen, me përjashtim të Tiranës, e cila vijon të jetë qendra e gravitetit të emigrimit të brendshëm. Në të gjitha qarqet e tjera popullsia ka rënë.